Me datën 18, dhe më thonë, nuk kemi qenë të njoftu në si lagje për humbjen e të ndjerit tashmë. Me datën 19 jemi njoftu, në mbrëmjen, diku në ora 7 ka marrë lajmin që nuk gjendet, dhe më thonë, mesin familjar. Edhe jemi organizu si lagje me shok, dashamir, kemi dalë në kërkim. Me datën 19 kemi kërku një ekip deri në ora 12 mes natës, ndërsa një ekip tjetër ka dalë nga ora 1 deri në mëngjes dhe ka vazhdu kërkimin deri sa është gjetë me datën 20 rreth orës 9 mëngjesit. Ky nuk e ka ditë sakt rrugën për marrë të shtëpia, mendoj që e ka deviju rrugën edhe e ka zonë mbrëmja, domethënë këtë terrenin këtu ku jemi pranë. Edhe si pasojë temperatura ftulta, domethënë edhe ka humbë jetën. A kena ide, a ka ardhur ai shpesh këtë pjesë apo e ka ditë këtë terren kënaj? Sipas fjalëve të baxhanokut të tij, ai ka ardhur disa herë këtu, mirë po ju nga kjo rruga njëjtë cilën ka ardhur këtë herën e fundit. Edhe sipas tyre, edhe gruas tij që kemi bisedu, ka thënë që nuk e ka njoft domethënë këtë rrugë për herë të parë ka frekuentuar rrugën Po mendoni qysh që është ndaj vdekje e dyshemt? Jo realisht, sepse që keni pa edhe viktimën. e kena pa që domethënë fatmirësisht kemi qellu në vend në ngjarjes kur është bërë identifikimin nga organet e rendit, edhe në komunikim me mjekësinë ligjore, domethënë nuk ka pas një vdekje dyshim, shihet që është një pjesë atje që ka rrshqit për shkak të mospamjes së akonat, edhe ka marrë disa lëndime të lehta që është shtrëzu, nuk ka ndaj plagë dhunës. Nuk kem për momentin diçka ndaj dyshim që ka mujt me ndodhë një vdekje dyshim.